Nuk duket as pak një tetor normal ky me temperatura mbi mesataren. Pas një kalimit të shpejtë të një fronti disi më të ftohtë që do të sjellë shi në zonat verilindore dhe qendrore të Italisë, ekspertët atje thonë se zhiva e termometrit në vendin fqinj do të rritet 8 deri në 10 gradë mbi mesataren, fal një anticikloni afrikan. Në javën e parë të tetorit kujtojnë ata temperaturat nuk i kalonin mesatarisht 22 apo 23 gradët, ndërsa tani shkojnë në 30 ose 32 gradë. Në fakt, sipas shërbimit të Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike, Copernicus, 2023 mund të jetë viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Shtatori rezulton i tillë tashmë në mbar botën. Temperaturat në këtë shtator, thot Copernicus, kanë qenë gjysmë grade më të larta se sa shtatorët më të nxehtë në të kaluarën dhe pothuajse 1 gradë më të larta se sa shtatorët në periudhën 1991-2020. Temperaturat e pashembullta në këtë shtator, që pason një verë të nxehtë rekord, i kanë thyer të gjitha rekordet në shkallë të jashtëzakonshme, shprehet Samantha Burgess, zëvendës drejtoreshe e agjencisë BE-s. Temperaturat këtë vit kanë qenë 1.4 gradë Celsius për te temperaturave të epokës industriale, shpjegon ajo. Kjo shifër është vetëm 0.1 gradë më e vogël se sa objektivi i vendosur në Marrëveshjen e Parisit për klimën, që parashikon kufizimin e temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius deri në fund të shekullit.